Qa veti Angelo? Nuk vjet turp, nga vetja. Sot i marrë. Po turp, nuk të vjen. Po nuk vjet turp, po s'ke turp. Po ti s'ke turp, po ti s'ke turp, si e shpoton këta, më. Po kemë aty njerëz. Në një diskutim e sipër për Miri i thot këtij Kristit, i thot që po si s'ke turp, më thot që shpëtove Angelon në vend që të shpëtoje Juelën, mbas gjithë asaj historie të dhimbshme, ose se Naldon mund të shpëtoje tha dhe jo Angelon. Ndërkohë Kristi thot po ti, pse si shpëtove? Po mirë unë thot ai po ti. Demek që Miri është bëj si them unë, mos bëj si bëj unë. Por e di se ku është e gjithë kleçka ose qëllimi që ka Miri për shembull në këtë lloj debati me Kiçon. Qëllimi është këtu që Miri për shembull të influencoj publikun dhe të ngjallë urrejtje ose inat kundrejt Kristit që u tregua si i pamëshirshëm, kundrejt një historie shumë të dhimbshme që tregoi Juela apo Senaldos për shembull që pse ai është i verbër dhe duhet ta përkrajnë. Domethënë, e gjithë qëllimi i Mirit është i keq, duke shfrytzuar edhe Senaldo dhe historinë e Juelës për të goditur Kristin. Jo direkt Kristin, por përdor ata të dy për të goditur këtë. Pra që të bëj publikun të mendojë që shiko sa i keq është Kristi që nuk shpëtoi Senaldon. Fundja fare, dhe Miri e shpëtoi Selinon për shembull, sepse me Selinën, si e ka ajo goca, me atë ai e kalojën aty brenda, nuk ka me asnjë tjetër, se nëse aty do t'i dukesh pak e egzageruar qëndrimi me Selinon ose i tepruar në të menduar opinionistë apo banorët që ndoshta mund të ketë më shumë se një marrëdhënie babe bi me ata të dy, ai ndoshta nuk duhet ta mund të mos ta votonte Selinon dhe ta distanconte apo të ndash dhe na krevati i tij famshëm. Kështu që mendoj që i gjithë qëllimi i këtij diskutimi me Kristin duke përdorur Senaldon dhe historinë e Juelës është për të vënë, domethënë që publiku mendoj shikoj se sa i ligë është Kristi. Unë nuk e di se kush e votoi, sepse po të hyni në reelsat e Big Brotherit që bën publikimet e videove, copzave të videove, atje ku është Miri, ju e shikoni se sa kritika dhe se sa le të themi në thonjza inate me njerëzit kanë kundrejt tij, apo kundrejt lojës, apo kundrejt sjelljeve që ai bën. Unë nuk e di, dy surpriza ishin mbrëm në Big Brother, dalja e Sabinës një dhe dalja e Mirit si preferuar 2. Nuk e di, se po të shikosh reelsat e po të shikosh videot gjitha, nuk shikon një koment të mirë ose një koment vlerësimi për lojën e tij. Ata që janë më të komentuarit sot për shembull është Briki, është Kristi, është Iliri, është Senaldo. Këta që janë më të komentuarit, ai ka le të themi në një farë mënyrë që le të themi kanë komente pozitive në të gjithë rrjetet dhe nuk e di se si ka dalë Miri i preferuar. Nuk e di se kush e nxori, kush e nxori, nuk e kam iden fare. Gjithsesi, se kam ca video tjera.